të dashur student, të nderuar qytetar dhe ju të dashur të ri, të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtor. Unë jam Besjan Rexhepi, kryetari i Parlamentit Studentor pranë UEL-s. Sot jemi këtu, jo si individ të ndarë, por si një zë i përbashkët studentor që kërkon të drejtën e tij legjitime dhe të arsyeshme. Kjo nuk është një protestë kundër askujt, por një thirrje për drejtësi, barazi dhe respekt ndaj procesit ton akademik dhe profesional. Kërkesa jonë është e qartë dhe konkrete, mundësia që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe dhe të cilën kemi studiuar. Kjo nuk është kërkesë emocionale, por një çështje parimore. Në një shtet multietnik si Maqedonia e Veriut, kemi nevojë për zgjedhje të qarta, të plota dhe të qëndrueshme ligjore, që respektojnë realitetin shoqëror dhe diversitetin e këtij vendi. Prandaj, kjo është një moment reflektimi për të gjithë faktorët institucional dhe politik. Ky është një mesazh i drejt për drejt për Ministrin e Drejtësisë, Zotri Filko. Që të marrë seriozisht këtë çështje dhe të reflektoj me zgjidhje konkrete ligjore, jo me vonesa apo heshtje institucionale e deri në injorim të kërkesave tona. Sepse ne dim edhe të rebelohemi. Po ashtu është një thirrje për kryeministrin Kristian Mickoski. Që të mos e trajtoj këtë çështje vetëm në kuadër të deklaratave apo konferencave për shtyp, por të angazhohet për zgjidhje reale. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se të drejtën tonë. Këtë duhet ta kuptoj edhe secili politikan shqiptar. Ne kërkojmë zgjidhje, jo justifikime. Ne kërkojmë veprim, jo interpretim. Dhe mbi të gjitha kjo lëvizje mbetet ajo që është në thelb, studentore, paqësore dhe e pastër. Ja ku është sot e dëshmojmë. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu. Zëri i studentëve sot qartë duket me këto prezencë kaq madhështore. Faleminderit.